Nga përvoja juaj në diaspor, cili mendon se është problemi që e pengon më së shumti zhvillimin e Kosovës? Është në aspektin ekonomik është koncepti i mbylljes, jo i hapjes, i mungesës së një klime biznesore më të përshtatshme për investime. Paragjykime të ndryshme, nga më të ndryshmet e tjera. Zhvillimi i Kosovës edhe sistemit që na e ka përqafu, që është sistemi i ekonomisë tregut, varet shumë nga investimet. Pengimi i investimeve shkakton degradim, stagnim ekonomik, mungesë miqënies e tjera. Ajo që karakterizon politikën ekonomike në Kosovë, mungesa e projekteve të mëdha ose projekteve afatgjate, të cilat nuk sjellin vota me njerëshme, po sjellin të ardhme më të ndritshme. Nga ky kontekst, mendoj që marrëdhëntarët krijojnë dhe ndoshta edhe dallime, duke patur parasysh se atje është një nivel dhe standard jetese krejt ndryshe, ndërkaq që në Kosovë, duke mos pasur ato kushte dhe rrethona, sidomos infrastrukturore, krijohen ato dallime se ju nuk dini, ne dim, jo ne dim, ju s'dini, dhe ky dallim krijohet në radhë parë për këtë arsye. Pra politikani ka përgjegjësi shumë të madhe, sepse duke udhëhequr një politikë gabueshme edhe ekonomike, i shkakton dallime e konflikte pak nevojshme, krajnore, edhe si mund quhet tash me të jashtëmit edhe të brendshme, gjë që s'na ka deshtë dhe natyrisht s'na duhet. Sa po arrin partitë politike mi përkra biznismenët për marrë me investu në Kosovë? Parti politike në Kosovë? Po. Partia aktuale që është pushtet nuk ka bërë ndonjë hap konkret, ose pak shumë në dieni të ndonjë aktivizmi të saj në këtë drejtim. Nuk kam pa ndonjë veprim konkret. Partitë politike kanë ato programet e veta, natyrisht edhe Partia Demokratike, në atë së cilës jam unë, kanë opozita në përgjithësi kanë një koncept më drejtë, zhvillim përgjithshëm ekonomik, natyrisht edhe të investimeve. Po një organizim më i mirë, një komunikim më intensiv me elitën ekonomike ose biznesore që është kriju në perëndim, me kohë fundit ka arritur nivele relativisht të larta, do të mund bëjë shumë çka në Kosovë. Ky është një burim i sigurt i të ardhurave, i zhvillimit përgjithësi që një qeveri nacionale, një qeveri krijuese do të mund të kanalizonte me shpejtësi një hyrje të madhe të investimeve dhe një perspektivë të madhe të zhvillimit ekonomik, që do të gjethet pastaj shumë probleme të tjera që lidhen drejt për drejt me këtë zhvillim.